Për të bërë modifikime të ndryshme të grafikut, mjafton që ta klikojmë grafikun dhe automatikisht tu sipër tek shëriti na shfaqen kemi chart design dhe format. Mjafton të klikojmë tek chart design dhe këtu kemi elementë të ndryshëm që mund të shtojmë ose mund të heqim tek grafiku. Për shembull këtu add chart elements, njësoj siç e kishim po të klikojmë tek plusi, pra të njëjtat elemente i kemi të vendosura dhe këtu dhe vetëm se janë të pasqyruar në një mënyrë tjetër, por paraqitja pastaj në grafik, vendosja e tyre në grafik është e njëjtë, ose elementet që sjellin në grafik janë të njëjta. Nëse këtu dua të vendos elemente të ndryshëm të grafikut, po themi titullin sipër, nëse dua t'i vendos po themi pjesën e tabelës së të dhënave poshtë, pra elementë të cilat njësoj kishim edhe të pasqyruara këtu, pra nëse ose edhe tek pjesa e plusit këtu kur vendosim po themi të dhëna të ndryshme në funksion të grafikut që ne kemi. Pra kemi dy mundësi për t'i gjetur. E njëjta gjë ndodhet nëse dua të ndryshoj po themi ngjyrën e pasqyrimit të grafikut, ose nëse dua të ndryshoj po themi llojin e grafikut këtu, pra gjithmonë brenda të njëjtit lloj grafiku, por duke pasqyruar me template të ndryshme. Mjafton që të zgjedh njërin prej këtyre, ai që mund na duket më i paraqitshëm për modelin që ne duam të paraqesim dhe e vendos automatikisht këtu. Pastaj nëse dua të ndryshoj, mund të ketë një rast ku dua të ndryshoj po themi në boshtin vertikal, dua të paraqes emrat dhe në boshtin horizontal dua të paraqes vlerën e numrave. Mjafton që këtu të klikoj switch row to column dhe automatikisht kalon në të kundërtën e saj. Tek select data, nëse nuk dua po themi disa prej këtyre emrave të paraqes në grafik ose disa prej këtyre vlerave, mjafton të klikoj dhe i jap remove dhe një pjesë e tyre nuk paraqiten po themi në grafik. Dhe këtu change chart type, nëse nuk dua po themi ta paraqes me këtë lloj grafiku, por dua një lloj grafiku tjetër, por gjithmonë që të ketë lidhje me të dhënat. Nëse e bëjmë këtu me lines, atëherë automatikisht na del e gabuar, sepse ky grafik që ne kemi nuk është se paraqet po themi një ndryshmëri ose një lëvizje kohore të vlerave, prandaj gjithmonë duhet ta kemi sipas po themi elementëve që ne mund të paraqesim. Për shembull kështu me bar chart mund të jetë një mënyrë për t'i paraqitur të dhënat. Por gjithmonë që grafiku të ketë lidhje me të dhënat që jemi duke paraqitur, ose përndryshe grafiku del pa kuptim.